por edhe duhet jenë të pozicionuara në rast përplasje të armatosur. Pra, në këtë këndvështrim, këtu problemet topi do kaloj përsëri tek Putini. Ai ka thënë që nuk do të pranoj forca europiane, po forcat NATO-s këto janë forcat NATO-s, por këto kanë hyrë individualisht. Pra, nuk është operuar si NATO, por është operuar si grupi i vullnetmirëve. Dhe nga këto dy shtete, anglezët dhe francezët, janë nismetarët që kanë marrë përsipër edhe riskun, por edhe përgjegjësinë për sigurinë e Europës, për të prezantuar me forca për të qenë prezent me forca në Ukrainë. Ky është nëse kjo do të arrihet dhe do të shtohet shumë presioni ndaj Putinit që kjo të arrihet, sepse tashme Trumpit nëse disa tha që u arrit 100% marrëveshja në këtë fushë, ka mundësi që nëse Putini do të bëhet pengesë dhe që ai do kërkoj të negociojë edhe për këtë, nëse mund t'i jepet mundësia tashme, apo ka një armë në dorë Trumpi për të arritur shumë presionin, për të arritur shumë tresnin, qoftë duke ndihmuar me armë Ukrainën, pra në këtë rast edhe konflikti do marrë një konfigurim tjetër. Mendoj që ishte një diçka shumë e rëndësishme që ndodhi në fillim të këtij viti për mënyrën e zgjidhjes së këtij konflikti. Pra, unë nuk them që po shkon plotësisht ose është me ditë siç shprehen optimistët, po kemi parasysh që për sa kohë Rusia do ndihet se është fitimtare në fushën e betejës, siç po ndihet efektivisht, pavarësisht se ajo fitore saj është një fitore si e Pirros, kur i thonë, domethënë është një fitore duke me një kostë shumë të lartë, një avancim shumë i ulët me kostë shumë të lartë, gjë që nuk mund ta qush fitore, plus asaj që nuk është se ka marrë shumë territore për 4 vjet, pikërisht për 4 vjet, domethënë ka marrë edhe vazhdon të quajë operacion special. Operacion special ishte ai që u bë në Venezuelë. Ai mund të qushte operacion special që marron për disa minuta dhe kryet puna dhe nuk është operacion special ky me 1 milion viktima. Pra, desha të them që Putin në këtë rast do përpiqet, do ta kundërshtojë, është kategorikisht që do ta kundërshtojë dhe zërat kështu janë, por kjo jep mundësi perëndimit dhe sidomos Trumpit, se Trumpi është qendror në zgjidhjen e këtij problemi, jep mundësi që të shtojë shumë presionin ndaj Putinit. Dhe nga ana tjetër edhe ukrainasit në këtë rast kanë edhe një kredo më të madhe tashmë se kanë një mbështetje edhe marrin përsipër një mbështetje amerikano-europiane për sigurinë e tyre, kështu që ukrainasit mund të bëjnë ato lëshimet që mund të bëhen është pjesa tjetër ai 5%